Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi më konkretisht në vazhdimin e playlistës në lidhje me shpjegimin e haditheve të sakta profetike. Kemi trajtuar një pjesë të hyrjes që ka përmendur autori dhe jemi në vazhdim të kapitullit që trajtuam në videon e kaluar. Pjesa që do të trajtojmë sot, pika e tretë që autori ishte duke trajtuar, quhet Ikhtiyarul ahadith as-sahiha, përzgjedhja e haditheve të sakta. Thot autori, amiltu ala al-iqtisar ala al-ahadith as-sahiha wal-hasana wa amma al-ahadith ad-da'ifa fa inni adhkuruha fil halat at-taliya. Thot, unë jam përqendruar vetëm në hadithet e sakta dhe të mira, ato që quhen në gjuhën arabe në terminologjinë e hadithit hasan. Sa i përket haditheve të dobta, unë i përmend ato vetëm në rastet e mëposhtme. أن يكون في الحديث الضعيف ما يوضح أو يبين معنى من المعاني في حديث صحيح تم اختياره فيكون للتفسير والبيان وهو المطلوب. Kur në një hadith të dobët ka diçka që sqaron ose shpjegon një kuptim të një hadithi të saktë të përzgjedhur më herët, në këtë rast hadithi i dobët përdoret për shpjegim dhe sqarim dhe kjo është ajo që kërkohet. Më pas thot autori, an yakuna al-hadithu ad-da'if mutadawalan 'ala al-alsina wa laysa fi al-babi ghayru fa inni adhkuruhu li bayani da'fi. Kur hadithi i dobët është i përhapur në gojët e njerëzve, domethënë përmendet shumë, këtë ka për qëllim, dhe nuk ka hadith tjetër në atë kapitull, atëherë unë e përmend vetëm për të treguar dobësinë e tij. Pra që njerëzit mendojnë faktikisht që ai mund të jetë hadith i saktë, autori e përmend për të treguar që ai nuk është hadith i saktë, që ta kenë parasysh një gjë të tillë. Më pas thot, an takuna ahadithul bab kulluha da'ifa wal mawdu'u fi fada'il al-a'mal fa inni adhkuruhu akhidhan bi tariqati al-imam Ahmad rahimahullah. Kur të gjitha hadithet e atij kapitulli janë të dobta dhe tema ka të bëjë me vlerën e veprave të mira, unë e përmend atë duke ndjekur metodën e Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft. Pra ka për qëllim Imamin Ahmed ibn Hanbal, udhëheqësin e mëdhëbit Hanbali. Dhe metoda e Imam Ahmedit konsiston në faktin që kur një hadith është i dobët, por ai trajton vlerën e veprave të mira, pra tregon se sa e madhe është vlera e një vepre, atëherë do të thotë që personi që e dëgjon ose e lexon këtë hadith, edhe nëse beson që ky hadith është i saktë dhe që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, atëherë sërish ky nuk ka dëm nga kjo gjë për arsye se ai thjesht nxitet për të bërë një vepër të mirë, edhe pse ajo vlerë që është formuluar në atë hadith mund të mos jetë e saktë. Kështu që duke mos pasur dëm, por duke pasur një sasi dobie brenda, Imam Ahmedi e shikon të arsyeshme dhe rrjedhimisht dhe autori jon që ka ndjekur hapat e tij që ta përmendi këtë hadith, dhe unë personalisht bie dakord me këtë lloj qëndrimi. Më pas, wa bil jumla fal ahadithu ad-da'ifa allati ra'aytu dhikraha kanat qalila idh balaghat 33 wa 10 hadith hasana qala ba'duhum bi da'fiha. Në tërësi, hadithet e dobta që kam parë të nevojshme t'i përmend janë shumë të pakta. Vetëm 33 hadithe. Pra ndërkohë ne thamë që ka mbi 3000 hadithe në total gjithë libri. Dhe 10 hadithe hasan që disa dietarë kanë cilësuar si të dobta, pra që ka opinione të ndryshme tek dietarët për nivelin e besueshmërisë së hadithit. A mund të quhet i mirë apo mund të quhet i dobët. Walam adhkur hadithan shadid ad-da'f, dhe nuk kam përmendur asnjë hadith tepër të dobët.
pra që ka dakordsi për dobësinë e tij dhe që nuk mund të merret në asnjë rast në konsiderat që mund të jetë i saktë apo i mirë. Wa ma'a dhalika fa inna hadhihi al-ahadith satakunu wadihatan mumayyaza an ghayriha. Megjithatë, këto hadithe do të jenë të qarta dhe të veçuara nga të tjerat. Wa dhalika bi wad'i al-hukmi 'alayha 'ala sathi ramadi al-lawn. Kjo duke vendosur gjykimin mbi to mbi një sfond me ngjyrë gri. Kjo ka të bëjë me faqet e librit. Pra nuk ka të bëjë shumë me pjesën e videos që ne jemi duke xhiruar. وأحب هنا أن أقول إن عدد أحاديث الصحيحة المذكورة في هذا الكتاب بلغ 1231 حديثا، أي أكثر من نصف أحاديث الكتاب، وتعدل نسبتها 55%، وكفى بهذا دلالة على مكانة الصحيح في هذا الكتاب. Dua të them këtu, thot autori, numri i haditheve të dy sahiheve të përmendura në këtë libër arrin në 1231 hadithe. Domethënë më shumë se gjysma e haditheve të librit dhe përbën përqindjen 55%, mjafton kjo si dëshmi për pozitën e sahihut në këtë libër. Më pas kalon te pika radhës dhe thot tertib al-ahadith wa bayan masadiriha, renditja e haditheve dhe shpjegimi i burimeve të tyre. Ja'at ahadithu as-sahihayn fi awwal al-abwab, thumma talathuma ahadithu as-sunan, thumma ahadithu al-musnad wa baqiyatu al-kutub. Hadithet e dy sahiheve janë vendosur në fillim të kapitujve, pastaj vijnë hadithet e suneneve, pastaj hadithet e musnedit dhe pjesa tjetër e librave. Pra në fillim janë hadithet e koleksionit të Buhariut dhe të Muslimit, mbas tyre vijnë hadithet e koleksionit të Tirmidhiut, të Abu Daudit, Nesaiut dhe Ibn Majhës, mbas tyre vijnë hadithet e Imam Ahmed ibn Hanbal dhe mbas tyre vijnë hadithet e koleksioneve të tjera. Më pas, dhe kjo sipas temave konkrete gjatë librit. Pra çdo temë domethënë ka këtë lloj renditje. وقد وضعت في آخر كل حديث مراجعه بالرموز والأرقام. Thot në fund të çdo hadithi kam vendosur referencat e tij me simbole dhe numra. فالرموز دلالة على الكتاب والأرقام للدلالة على رقم الحديث فيها. Simbolet tregojnë librin, ndërsa numrat tregojnë numrin e hadithit brenda tij. وقد ميزت أحاديث الصحيحين بذكر رمزهما في أول الحديث، فالحرف قاف للحديث إذا كان متفقا عليه، وخاء للبخاري، وميم لمسلم، وخاء للبخاري إذا كان معلقا. Hadithet e dy sahiheve I kam dalluar duke vendosur simbolin e tyre në fillim të hadithit. Shkronja kaf prej shkronjave të arabishtes për hadithin nëse është I përbashkët, domethënë I transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi. Pra që nënkupton që ka dakordësi për saktësinë e tij. Shkronjën kha për Buhariun, shkronjën mim për Muslimin dhe shkronjën kha për Buhariun nëse është I transmetuar pa zinxhir, që quhet në terminologjinë e hadithit muallaq në gjuhën arabe. E përmendëm dy herë shkronjën kha, por ka një ndryshim që mund të kuptohet nga ata që dinë shkrimin e gjuhës arabe. Në gjuhën arabe shkronjat ndryshe janë në origjinë dhe ndryshe shkruhen në fjali. Për shembull, nëse një shkronjë në gjuhën arabe është në fillim të fjalës, ka mënyrë tjetër të shkruarit. Nëse është në mes ka mënyrë tjetër, nëse është në fund ka mënyrë tjetër. Edhe pse shkronja në thelb është e njëjta. Kjo gjë nuk ndodh në gjuhën shqipe dhe as në gjuhët e tjera të Europës që ne dimë, dhe për këtë arsye nuk kemi se si ta ilustrojmë, por se ky lloj ndryshimi, që nuk është gjithmonë I tillë, ka dhe shkronja që qëndrojnë konstante në 2 apo në të 3 format, por e përgjithshme është që ndryshojnë. Ky lloj ndryshimi paraqitet këtu në këto simbole. Shkronja kha kur është në origjinë ose siç vendoset edhe në fund të fjalës, është simboli që tregon që hadithi është e Buhariu,
kurse shkronja kha, kur është e vendosur në fillim të fjalës apo në mes të fjalës, pra me formën e saj tjetër, është simbol për buhariun pa zinxhir transmetimi. Këto gjëra nuk para kuptohen në video, thjesht po i përmendim për të dhënë një ide, por se kuptohen kur e ke librin përpara dhe ne pretendojmë që inshallah edhe me shkrim do ta ofrojmë plotësisht çdo gjë që përkthejmë me video nga kanali jon. Po ashtu këto do të qarkullojnë inshallah edhe në mënyrë digjitale nëpër website dhe nëpër rrjetet sociale në PDF ose formate të lexueshme si nga kompjuteri, nga telefoni, nga tableti ose nga të gjitha mjetet e tjera. Pra në çdo rast, si te kjo që po themi dhe në çështjet e tjera, ne dëshirojmë që të punojmë në të gjitha nivelet e mundshme. Pra duke mos neglizhuar asgjë, por duke i pasur parasysh përparësitë. Më pas thot autori, wa fi ma ada ahadith as-sahihain وضعت في آخر الحديث درجته من الصحة والحسن. Ndërsa në hadithet që nuk janë nga këto dy sahih, në fund të hadithit kam vendosur shkallën e tij sahih ose hasan. وقد اكتفيت في أحاديث الصحيحين بذكر أرقامها ولم أذكر من خرجها من بقية الأئمة وكذلك أحاديث السنن وعلما بأن موضعها في السنن. Sa i përket haditheve të dy sahiheve, jam mjaftuar me vendosjen e numrave të tyre dhe nuk kam përmendur se cili prej imamëve të tjerë kanë nxjerr, dhe po kështu edhe për hadithet e suneneve, duke ditur se vendi i tyre është në librat e suneneve. وذلك اختصارا وتخفيفا لكثرة الحواشي والأرقام وحسب القارئ الكريم أن يرجع إلى أصول الكتب. Këtë e kam bërë për shkurtim dhe lehtësim, për shkak të numrit të madh të shënimeve dhe numrave dhe lexuesit të nderuar i mjafton të referohet burimeve origjinale të librave. Më pas pika 5, adadu ahadith hadha al-jami' wa dalalat al-arqam. Numri haditheve të kësaj përmbledhje dhe domethëniet e shifrave. Sabaqa al-qawlu bi anna adad ahadith hadha al-jami' balagha 3911 hadithan. لم تم اختيارها من 11494 hadithan. U tha më parë se numri haditheve të kësaj përmbledhje ka arritur 3911 hadithe, të cilat janë përmbledhur nga 11494 hadithe. وقد يستقل بعضهم هذا العدد ويستغرب أن تكون الحصيلة لذلك العدد الكبير. Disa mund ta konsiderojnë këtë numër të vogël dhe të habiten se si prej atij numri kaq të madh ka dalë kjo sasi. ولكن هذا العدد يتفق كثيرا مع عدد أحاديث جامع الإمام الترمذي الذي هو 3956 hadithan. Mirë, po ky numër përputhet shumë me numrin e haditheve të Xhamiut të Imam Tirmidhiut, pra koleksionit të tij, i cili është 3956 hadithe. والإمام الترمذي وغيره من أصحاب السنن إنما كان ما أودعوه كتبهم حصيلة لمئات الآلاف من الأحاديث التي كانت بين أيديهم ولا شك أن كل منهم قد اختار حسب اجتهاده لكتابه ما يلبي حاجة الفقيه المسلم وكل مسلم. Ndërsa Imam Tirmidhiu, si edhe të tjerët nga autorët e suneneve, ata që përfshin në librat e tyre në fakt, ishte fryti qindra mira haditheve që i kishin vendosur në dispozicion dhe nuk ka dyshim se secili prej tyre ka përzgjedhur sipas gjykimit dhe përpjekjes së tij, atë që në arabisht quhet ijtihad, atë që i shërbente nevojës së juristit musliman, pra fakihut dhe çdo muslimani. Qala al-Imam Abu Dawud كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن.
Ka thënë Imam Ebu Daudi, pra një prej koleksionuesve të tjerë të suneneve, kam shkruar 500.000 hadithe nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, prej së cilave kam përzgjedhur ato çfarë kam përfshirë në këtë libër. Domethënë në librin Es-Sunan. Wa kadhalika kana sha'nu ashabil kutub al-ukhra. E njëjta gjë ka qenë edhe puna e autorëve të librave të tjerë. Pra ata kanë pasur një sasi akoma më të madhe reference që e kanë përmbledhur dhe e kanë shkurtuar në një numër shumë të vogël hadithesh në krahasim me autorin që ne po trajtojmë. Prandaj nuk është çudi që autori ka shkurtuar kaq shumë, se kjo shumë duket pak në krahasim me sasinë e këtyre tjerëve. وما أن كتبنا هذا حتى تبين لنا نتيجة لعملية استقراء ومراجعة وبحث لأحاديث الكتب 14 التي هي بين الأيدي، فإنه من المستحسن أن نتوقف قليلا أمام المعطيات التي يسجلها هذا العدد. Dhe sa po e shkruajtëm këtë, u bë e qartë për ne, si rezultati një procesi hulumtimi, shqyrtimi dhe analizimi të haditheve, të 14 librave që ndodhen në duart tona, se është e udhës të ndalemi pak para të dhënave që jep ky numër. بين لنا هذا العمل حجم التكرار للأحاديث الواردة في السنن وما كنا نتوقع مثل هذا القدر من تكرار الأحاديث المختارة. Ky punim na tregoi për masën e përsëritjes së haditheve të ardhura në Sunen dhe nuk e prisnim një shkallë kaq të madhe të përsëritjes së haditheve të përzgjedhura. Fil asl هي 30% هي 30% وهذا رقم يستحق إعادة النظر فيه. Në thelb ato janë 30% dhe kjo është një shifër që meriton të rishikohet. بلغ عدد الأحاديث المختارة من الصحيحين في هذا الكتاب 321 وهذا يعني أنها تشكل نسبة 55% من الكتاب. Numri haditheve të përzgjedhura nga dy sahihët në këtë libër është 321 dhe kjo do të thotë se ato përbëjnë 55% të librit, siç u përmend më herët. وهذا يدل على مكانة هذين الكتابين فحديثاهما تغطي أكثر من نصف الكتاب. Kjo tregon pozitën e lartë që kanë këto dy libra, pasi hadithet e tyre mbulojnë më shumë se gjysmën e librit. كما هو مؤشر على مستوى الالتزام بالصحة فيه. Kjo gjithashtu është treguesi i nivelit të respektimit të saktësisë brenda tij. مجموع الأحاديث المختارة من الكتاب التسعة في هذا الجامع هو 369 حديثا. Pra totali i haditheve të përzgjedhura nga 9 librat në këtë përmbledhje është 369 hadithe dhe kjo do të thotë se ato përbëjnë 64% të tekstit bazë. وهذا يعني أنها تشكل نسبة 64% من الأصل ويعتبر أن الكتب التسعة قد حوت مجمل السنة وما جاء في سواها فلن يضيف إلى الأحاديث الأحكام فيها شيئا وإن كان يضيف بعض الأحاديث في الفضائل فإن فيها ما يسد مسدة. Dhe konsiderohet se 9 librat kanë përmbledhur tërësinë e sunetit dhe ajo që gjendet jashtë tyre nuk shton asgjë në hadithet e dispozitave. Edhe pse mund të shtojë disa hadithe në lëmin e virtyteve, por ato që gjenden në këta libra janë të mjaftueshme për t'i zëvendësuar. مجموع الأحاديث المختارة من الكتب الخمسة المتبقية
بعد الكتب التسعة هو 220 حديثا علما بأن مجموع أحاديثها 2747 وهذا يؤكد ما سبق قوله في الفقرة السابقة. Totali haditheve të përzgjedhura nga 5 librat e mbetur pas 9 librave është 220 hadithe. Megjithse numri i përgjithshëm i haditheve të tyre është 2747 dhe kjo e përforcon atë që u përmend më parë në paragrafin e kaluar. Pika 6 Fawaidu wa ta'liqat, përfitime dhe komente. Ra'aytu annahu min al-mustahsan لفت النظر إلى فوائد بعض الأحاديث بشكل مختصر فجعلت ذلك في الحاشية مسبوقا بالنجوم. Pashtë arsyeshme të tërhiqja vëmendjen ndaj disa përfitimeve që përmbajnë disa hadithe në mënyrë të përmbledhur dhe i vendosa ato në fund të faqes të shoqëruara me shenjën e yjeve. Këtu mbaron ky kapitull që ka trajtuar autori dhe gjithashtu mbaron edhe kjo pjesë e hyrjes që ne po trajtojmë në këtë video, për të vazhduar me video të tjera në ditët në vazhdim inshallah. I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.